Do rikthehemi një temë të rëndësishme, procesi në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë në Hag. 14 vende kanë dëshmuar, kanë paraqitur argumentet e tyre në favor të pavarësisë Kosovës, ndërkohë 12 shtete i kanë paraqitur argumentet në favor të Serbisë, pra kundër pavarësisë Kosovës. Ne kemi ftuar në studio profesorin e drejtës ndërkombëtare Fizullah Berishën që të flasim më shumë në lidhje me këtë proces. Mirëmëngjes, profesor. Mirëmëngjes. Bilanci numerik është pozitiv, një epërsie lehtë nëse shprehemi me një terminologji sportive. Megjithatë, janë pra shumë vende që mbështesin Kosovën, por janë edhe plot vende tjera që e kundërshtojnë pavarësinë. Çdo të thotë kjo në këtë fazë fillestare të procesit në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë? Kosova historikisht dhe aktualisht ka qenë avantazh, por regjimit totalitare dhe autokratike kanë ndërpre amputu këtë drejt, siç është Serbia ndaj Kosovës. Vërtet është avantazhi që janë avansu vlerat institucionale të çështjes së Kosovës në arenën ndërkombëtare. Prej 15 gjyqtarëve të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë në Selinë në Hag, 8 janë pro. Dhe me thënë që pjesë dërmuese e gjyqtarëve me renome ndërkombëtare, cilat shtetet dhe bëjnë ekonomi, diplomaci dhe politik, kanë përqafu pavarësinë e Kosovës si e drejtë e natyrshme dhe e drejtë e zbatueshme. Të flasim pak më në mënyrë specifike për argumente që u paraqiten, janë prekur disa aspekte, duke nisur nga aspekti historik për raportet e Kosovës me Serbinë, nga aspekti juridik dhe ai politik. Nga pikpamja historike, mënyra si u trajtua, mendoni se u paraqiten gjitha faktet, argumentet që i vinë në ndihmë në këtë rast Kosovës në shpalljen e pavarësisë? Shpallja e pavarësisë së Kosovës është dhe ishte në një mënyrë në harmoni me të drejtën ndërkombëtare, përkatësisht me të drejtën pozitive, të ngërthy me të drejtën natyrore. Argumentet që u parashtruan nga pala kosovare ishin të fuqishme, sepse pala kosovare nuk e mbrojti pavarësinë e Kosovës, por parashtroi argumente, këto janë dy kategori të ndara, ndërsa mbrojtje në mënyrë të brillant, them kështu, e bëri përfaqësuesi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, i Anglisë dhe ai i Francës. Gjë që nga thënë vete në aspektin historik të drejtë natyrore si e drejtë pozitive, sepse Kosova në aspektin historik kishte territorin e saj, qeverinë e saj, organet legislative, ekzekutive, gjyqësore në kuadër të federalizmit jugosllav, si element konstitutiv i federalizmit jugosllav, siç kishte edhe Serbia, Kroacia dhe pjesë të tjera të federalizmit jugosllav. Dhe më thënë që Kosova kishte të drejtë të shpallë pavarësinë, mirë po në anën tjetër Kosova aktet juridike politike të parlamentit të krajine socialiste autonome të Kosovës të atëhershme dhe të mëvonshme deri aktualisht përkojnë me rendin e ri ndërkombëtar, përkatësisht në aspektin historik, pavarësia Kosovës në asnjë dokument ndërkombëtar, as të drejtës së brendshme s'mund të i kontestohet statusi i saj si shtet i pavarur në kuadër në ombrellën e përgjithshme ndërkombëtare. Duke fokusu kartën e Organizatës së Kombeve të Bashkuara të vitit 1945, kjo kartë, neni 55 i kësaj karte, në vijë institucionale fokuson çështjen e drejtës së vetë vendosjes së popujve. Në këtë kontekst edhe Kosova ka mbështetje në bazë të këtij akti, përkatësisht dokumenti ndërkombëtar. Pastaj kemi deklaratën e përgjithshme të Organizatës së Kombeve të Bashkuara të vitit 1948, pakti ndërkombëtar për të drejtat civile dhe politike, po të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, të miratuar nga OKB-ja. Pastaj kemi kartën e Helsinkit për një dokumente vërtet Helsinkit për një Evropë të re,
si dhe dokumentin e Parisit për një Evropë të re të bashkuar që përkon me rendin ndërkombëtar. Dhe me thënë që shpallja e pavarësisë së Kosovës ka mbështetje juridike, politike ndërkombëtare. Në anën tjetër, pala kosovare, përgjithsisht shteti i Republikës së Kosovës, ka mbështetje në bazë të Kushtetutës së Republikës Socialiste Federative të Jugosllavisë. Llogariti në atë kohë Kosova ka qenë element konstitutiv i federalizmit jugosllav, me të gjitha të drejta, detyrat dhe përgjegjësitë në kuadrat e kësaj umbrelle kushtetuese. Kosova kishte në atë kohë kushtetutën e saj, po në hierarki me kushtetutën e Republikës Socialiste Federative të Jugosllavisë dhe jo të Serbisë, sepse Serbia, Kosova dhe pjesë tjera të federalizmit ishin të barabarta në këtë federat. Bile. Kosova ka shkëmbyer marrëdhënie edhe me jashtë në kuadër të politikës së jashtme të Jugosllavisë dhe jo të Serbisë, në arsim, shkencë, kulturë, teknologji, shëndetësi dhe kështu me radhë. Një gjë që u pranua edhe nga ata që janë kundër është fakti se drejta ndërkombëtare nuk e sankcionon shpalljen e pavarësisë së një vendi, pra nuk mund të ketë një bazë juridike që gjykata të thirret se kështu thotë drejta ndërkombëtare dhe kjo është e padrejtë. E drejta ndërkombëtare favorizon çështjen e shpalljes së pavarësive deklarata për pavarësinë e tyre, sidomos e drejta ndërkombëtare niset në dokumentat të cilat i kam vënë në këtë kontekst, po që se i referohemi rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, është në interes të ngërthehet sepse kjo rezolutë nuk ndalon shpalljen e pavarësisë dhe nuk autorizon. Është e drejtë e kolektivitetit caktuar në këtë kontekst të popullit të Kosovës të shpallë pavarësinë e saj. Ka një kontradikt në vetë rezolutën, sepse rezoluta referohet RFJ-s që tashmë nuk ekziston më. Pra është një thjesht ka kaluar koha kësaj rezolute, cilën e marrin për bazë shtetet e caktuara. Pyetje shumë me vende dhe arsyeshme, është një vërtetë e madhe që rezoluta 1244 i referohet Jugosllavisë, Republikës Federale, Serbi dhe Malit të Zi, mirë po llogarit tani nuk ekziston më RFJ-ja. Rezoluta 1244 është një akt kalues që i referohet asaj kohe, tani është evolu çështja e rezolutës 1244, llogaritni prej krijimit të organizatë, tani prej dokumentit përkatës të Këshillit të Sigurimit, domethënë rezolutës 1244, çështja e Kosovës është avansu, evolu, ingranu në strukturat ndërkombëtare. Domethënë, varësisht se si interpretohet kjo rezolutë, nëse interpretohet në gjuhën e krijuesit të aktit politik juridik ndërkombëtar, në gjuhën angleze jep drejtë jeshile deri në pavarësi, po ashtu nëse interpretohet në gjuhën shqipe. Nëse interpretohet në gjuhën siç mendon Serbia dhe Rusia, plotësisht e kanë gabim. Mbaroi koha e hegemonizmeve totalitar dhe autokratik të Serbisë hegemoniste dhe Rusisë së tillë. Llogaritni. Në kohën e Jugosllavisë, përkatësisht në vitet e 90-ta, Kosova ishte para që bërë lëvizje pozitive, demokratike, përqafoi ide dhe parime të dokumenteve ndërkombëtare, ku me 2 korrik të vitit 90 shpalli deklaratën kushtetuese për barabarësinë e saj në federalizmin jugosllav. Pastaj kemi kushtetutën e Republikës Kosovës 7 shtator, referendumin për pavarësinë e Kosovës të vitin 1991, që këto dokumente, këto të quaj institutet të së drejtës së brendshme, ngërthen e vetëm e të drejtën ndërkombëtare. Por më vonë, edhe Kroacia dhe Slovenia shpallën pavarësinë e tyre, u njohën ndërkombëtarisht, ndërsa në anën tjetër Serbia pohon në mënyrë kategorike që këto dy subjekte të federalizmit jugosllav po ndahen në mënyrë secesioniste. Tani llogaritni ku gjendet Serbia që vend nëmbron, Kroacia dhe Slovenia janë në strukturat ndërkombëtare, përkatësisht në strukturat e NATO-s.
Është vlerësuar shumë dëshmia që ka bërë Kroacia dhe Serbia duket shumë e zemëruar me këtë dëshmi të kroatëve në gjykatën e drejtësisë. Si e komentoni ju? Mendoj që Serbia gjithmonë do të jetë e zemëruar me këtë bindje që ka ndaj çështjes së Kosovës. Por nuk ka arsye të zemërohet, sepse ne kemi qenë në një ombrellë juridike politike kushtetuese jugoslave. Më së miri, më së për afërmi, ka njohur çështjen e Kosovës në aspektin historik dhe aktual Kroacia. Jo rastisht ka bërë mbrojtje, argumente të çështjes së Kosovës. Në një mënyrë ose tjetër, Kroacisë i kemi borxh, Kroacia na ka borxh neve. Një tjetër element ishte nga përfaqësuesi amerikan i cili tha bile se gjykata nuk ka fundi as jurisdiksion dhe mandat që të merret me këtë punë. Cili është komendi për këtë deklaratë përfaqësuesit amerikan që ta lëreni të qetë Kosovën? Pra, të vazhdojmë me bisedën lidhur me përfaqësuesin amerikan në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë, ku thotë pohon atje lërini të qetë pavarësinë e Kosovës, sepse Kosova është vullnet politik i popullit dhe faktor stabiliteti në Ballkan. Kam bindjen që gjykata ndërkombëtare e drejtësisë nuk do të nxjerrë akt verdikt, por do të jep një vlerësim, një opinion këshillues që në një mënyrë ose tjetër pas kësaj prononcimit të deklaratës që pritet në pranverë të vitit tashëm, do të ketë një valë të re të njohjeve ndërkombëtare të çështjes së Kosovës. Qoftë në vijë individuale shteti njeh shtetin, mundohet që konferencat e ndryshme, takimet e ndryshme ndërkombëtare ta njohin pavarësinë e Kosovës si e drejtë e natyrshme dhe e drejtë e zbatueshme. Në anën tjetër, mendoj që Serbia po dalë në anën e Serbisë. Hajde po themi ka drejt, nuk ka drejt për çështjen e Kosovës. Ka drejt nështë në marketikën e brendshëm politik të thotë që ja, e sollëm pavarësinë e Kosovës, deklaratën e pavarësisë së Kosovës në gjykatën e drejtësisë ndërkombëtare, ne s'mund të luftojmë kundër bashkisë ndërkombëtare. Ne luftuam me bashkinë ndërkombëtare, ne luftuam, mund të thonë, me NATO-n, mirë po gjykata ndërkombëtare e drejtësisë është institut i fundit që ndan drejtësinë. Mendoj që gjykata ndërkombëtare e drejtësisë mund edhe të heshtë. Në praktikën e përgjithshme shtetërore ndërkombëtare, heshtja në diplomaci politik mund ndodhë që tjetë edhe pranim. Shumë mund të interpretohet. A pajtoni me faktin se ky proces në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë megjithatë ka reflektuar negativisht në aspektin e njohjeve të reja për pavarësinë e Kosovës. Ka një periudhë gjatë kur nuk kemi në fakt njohje. Në një mënyrë se tjetër, po ka ngecje, ka një mënyrë ngulfatje të këtyre proceseve, mirë po sa do që ngulfatet vënohet si çështja e Kosovës që është vënuar në aspektin historik, çështja prapë do të del në sipërfaqen toksore, sipërfaqen ajrore, sipërfaqen atë që është e parapanë të drejtën ndërkombëtare publike. Pra, pas këtij vendimi që ju thonë që mund të jetë një lloj vendimi ose opinioni neutral, kjo heshtja që hap rrugën, mund të kemi njohje të reja të Republikës së Kosovës për të mbritur atë numrin. Kam një bindje që shpejt do të ketë një valë të re të njohjes së Kosovës në arenën ndërkombëtare, mirë po ç'është më e rëndësishmja që duhet të lobohet në aspektin ndërkombëtar për çështjen e Kosovës, diplomacia kosovare sa më pak në Kosovë, sa më pak në arenën ndërkombëtare, në mekanizma ndërkombëtar, në institucionet ndërkombëtare. Është kohë kur duhet lobohet dhe veprohet në bazë të argumenteve. Ne kemi argumente historike dhe aktuale, argumente që përkojnë me drejtën natyrshme, natyrore dhe me të drejtën pozitive. Jo rastisht e them këtë një kategori, çështja e natyrshme është e zbatueshme. Është karakteristikë për të theksuar se shpallja pavarësisë së Kosovës stabilizon gjendjen në Ballkan, jo vetëm në Ballkan, por ndoshta në tërë kontinentin evropian.
Ky proces në gjykatën e Hagës i ka ndarë vendet në dy bloqe, kemi aleatët perëndimor, SBA, Britania e Madhe, Francë e tjerë, ndërkohë në anën tjetër është Rusia, janë vende amerikano-latine që kanë probleme me sistemet e tyre qeverisë dhe janë një polemik vazhdueshme me Shtetet Bashkuara të Amerikës, pra një kamp i demokracive moderne, një kamp tjetër që ka probleme me sistemet demokratike. Si e komentoni këtë? Serbia fillimisht ka pasur probleme gjithmonë me vetveten dhe këto probleme ja kanë ndaj bashkangjit të tjerëve, ish njësive federale, po të ngjashme probleme edhe ish BRSS-ja tani Rusia, që ka probleme dhe fokuson të trajton çështjen e Kosovës si precedent në të drejtën ndërkombëtare, gjë që çështja e Kosovës nuk është precedent, por është rast sui generis, është çështje e vetëvendosjes, ku vetëvendosja në bazë të akteve dhe pakteve ndërkombëtare është kategori juridike, politike të karakterit ndërkombëtar, ku secili popull ka të drejtë të konsumojë këtë drejtë. Në një mënyrë ose tjetër, Rusia në këtë gjykatë në mënyrë kategorike kundërshton pavarësinë e Kosovës, duke thënë që Kosova, populli i Kosovës, Kosova, popullata e Kosovës nuk janë popull dhe nuk kanë të drejtë të vetëvendosin. Jo. Do t'i drejtohemi politikës së jashtme të Rusisë, duke thënë që Kosova ka bazament historik dhe aktual për pavarësinë e saj, për arsye se me 31 dhjetor 1943, 2 janar 1944, në Buja në Malësit Gjakovës, një mënyrë se tjetër në aspektin deklarativ, i është njohur e drejta e vetë vendosjes së popullit të Kosovës, në këtë kontekst popullit shumicë shqiptar në Kosovë, që të deklarohen më vonë, me thënë, për ardhmërinë e tyre. Çka ndodh? Me 7-10 korrik 1945 në konferencën e Prizrenit, rrugës tankiste të regjimit ushtarak, Serbia në një mënyrë me dhunë përfaqësues delegatët e popullit shqiptar që votuan pro ndaj bashkangjitjes së popullit shqiptar Kosovës, dhe me thënë pjesës integrale trungut shqiptar me Shqipërinë, sipas një regjimit e tyre pas 15 minutash pauzë, siç kanë tradita bëjnë këtë sërbët, u largun ata përfaqësues që ishin pro bashkimit me Shqipërinë, dhe me thënë të Kosovës me Shqipërinë, dhe instalun të tjerë përfaqësues gjëse në emër të popullit shqiptar të Kosovës i ndaj bashkangjitën Serbisë Federale, gjëse me dëshirë jashtë dëshirës së popullit, jashtë asaj që është e natyrshme, jashtë që asaj është e zbatueshme. Historia erdhi kështu që Kosova të ketë shtetin e vet, Shqipëria shtetin e vet, Kosova ditë është me shumicë shqiptare, i ka simbolet e veta shtetërore. Në tërë këtë proces, si është një pozicionin e diplomacisë shqiptare në përgjithësi? Në një mënyrë se tjetër më them që ky shekull është shekulli shqiptarëve, shekulli 21, sepse shekulli i kaluar, edhe një shekull para shekullit të kaluar, ishin të kopshme për shqiptarët, llogaritni Kongresin e Berlinit 1878. Ishte kongres që coptoi trojet shqiptare, favorizoi Serbinë, një Serbinë shtet, Rumaninë dhe Bullgarinë. Pastaj kemi konferencën e Londrës. Londra rikonfirmoi vendimet e Kongresit të Berlinit, Parisi, Versaja dhe kështu me radhë. Po them është ky shekull i favorshëm për shqiptarë, për arsye se para fillimit të këtij shekulli në vitin 1999, në pranverë të vitit 1999, në Rambuje, fillojnë përmirësimet, obligimet që ka pasur Bashkia Ndërkombëtare dhe çështjes së Kosovës. Kam një bindje që borxhi kur ditë mira nuk pret,
dhe Evropa u demokratizu me çështjen e Kosovës. U dha një dritë jeshile për shqiptarët në përgjithësi, në veçanti për Kosovën, lidhur me atë që është vendosur në Rambuje. Që ta përmbyllim këtë intervistë sërish me gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë, përmendën fillim përbërjen e gjykatës, pra numri i gjykatësve nga vendet që e njohin pavarësinë e Kosovës dhe numri tjetër i gjykatësve nga vendet që nuk e njohin pavarësinë e Kosovës. Reflekton kjo subjektivisht, me që supozohet që gjykatësit duhet të jenë njerëz të pamshëm që bëjnë një gjykim të tyren profesional, pa u ndikuar nga vendet prej cilave të vinë? Gjyqtarët kanë parasysh aspektin historik dhe aktual të çështjes së Kosovës, parasysh se kjo deklaratë e pavarësisë së Kosovës parapërkishte thashë që përkon me të drejtën ndërkombëtare pozitive, pakte ndërkombëtare që janë në fuqi. Unë mendoj që ato shtete që janë të zhvilluar në aspekti ekonomik-politik bëjnë dhe diplomaci. Ato që bëjnë diplomaci të një mend të konsoliduara me demokraci të avancuar, i kemi përfaqësues të shteteve në këtë gjykatë, në këtë institucion të lartë të drejtësisë ndërkombëtare. Prandaj, unë kam bitin e thellë që do të jepet një vlerësim teje pozitiv dhe në anën tjetër Serbia do të justifikojë parabashkësisë vendore dhe asaj ndërkombëtare që ja ne s'mund të luftojmë kundër të drejtës natyrore, kundër të drejtës ndërkombëtare. Dhe që ta përmbyllim, pse duhet të jetë kaq vonë në pranverë vendimi? Pse duhet kaq shumë kohë që të marrë? Po kemi procedura të gjykatës, cilat mund të zgjasin, dhanë mendime, konkludime të ndryshme, shqyrtohen dokumentacione të ndryshme për të ardhur deri te një vlerësim, që kam bindjen e thellë që nuk do të jetë akt, vendim, por vlerësim, pohim, konstatim, këshillim që nuk do të obligoj në arenën ndërkombëtare. Po ndërkohë mos harrojmë edhe anën tjetër, është thënë se mund të mos ketë fare një prononcim gjykatës. Po paraprakisht thashë që gjykata ndërkombëtare në këtë kontekst mund të mos prononcohet heshtja në diplomaci, rreth edhe pranim. Ne të falenderojmë shumë për këto shpjegime që i thatë në lidhje me këtë proces. Faleminderit, ishte kënaqësi që në mesin e juaj. Shikues të nderuar, biseduam me profesorin e së drejtës ndërkombëtare Feyzullah Berisha, pas një pushimi të shkurtër rikthehemi pranë në studio.